Partia Demokratike ka ngritur akuza ndaj qeverisë për procedurën e prokurimit me vlerë 15 milion euro për blerjen e 3 avionëve për shuarjen e zjarreve, duke kërkuar anulimin e menjëhershëm të tenderit dhe nisjen nga hetimi nga prokuroria e posaçme. Publikimi në media i dokumentacionit dhe informacioneve mbi tenderin prej 15 milion eurove për blerjen e 3 avionëve që shërbejnë për shuarjen e zjarreve edhe njëherë tjetër tregon si qeveria e Edi Ramës administron sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare dhe si menaxhon paratë e shqiptarëve. Neni 381 parashikon autoriteti kontraktor skualifikon çdo operator kur ka të dhëna se ai ka qenë ose është dënuar për një sër veprash penale, përfshirë falsifikim, korrupsion, mashtrim e të tjerë. 2. Në dokumentat standarde të tenderit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Shtojca 10 kërkon që ofertuesi të vetë deklarojë se nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale të parashikuar në nenin 381 të ligjit. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të procedurës dhe nisjen e hetimeve të thelluara nga SPAK për të penalizuar përgjegjësit. Deri më tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes i lidhur me akuzat e ngritura nga Partia Demokratike.